Dashuria është vetë ekzistenca e një njeriu. Dashuria në mes të fëmijëve dhe prindërve është forca më e madhe që njeriu njeh. Është streha në të cilën mësohet çfarë është të duash dhe të duan. Në një familje, përveç dashurisë prind-fëmijë dhe anasjelltas, është edhe një dashuri tjetër e vlerësuar, ajo dashuri mes fëmijëve, motrave dhe vëllezërve, në të cilën dashuri fshihet një botë e vogël e gëzimit, zënkave, pajtimeve, lojrave, kujtimeve dhe emocioneve të patjetërsueshme. E sidomos, dashuria në mes motrave është ai lloj i dashurisë e cila konsiderohet e pazëvendësueshme në jetë. Aurora Guri është një vajzë tani në klasën e 8, e cila dashurinë ndaj motrës së saj nuk e mbajti vetëm brenda vetës të mbyllur në zemrën e saj. Aurora dashurinë ndaj motrës e ktheu në botën e shkrimit, në fjalë, në fjali, të cilat I përmlodhi në një libër. Na ishin njëherë 2 motra, Aurora dhe Rajona. Ato duheshin shumë me njëra tjetrën. Një ditë, teksa vajza po losnin së bashku, nëna u tha atyre: "Vajza, a mund të shkoni në pyll dhe t'i mbledhni ca fruta mali? Dua të bëj reçel nga ato." "Në rregull nën," tha Aurora. "Eja motër të shkojmë sa më shpejt." Të 2 motrat u nisën për në pyll. Mlodhen aq shumë sa u humbën në mes të pyllit. Filloi edhe dielli të perëndoj. Mirëpo ato nuk ndalonin. Papritur u dëgjua një zhurmë dhe një zë I fortë. Me të shpejtë ngritën kokën për të parë se çfarë po ndodh. Pranë tyre ishte një trup I madh dhe me çime të zeza. "A," bërtitën vajzat me zë të lartë dhe filluan të çajnë. "Kush je ti?" e pyetën voglushet. "Ne kemi frikë se mos na lëndon." "Jo, mos keni frikë. Asgjë nuk do t'ju bëj. Unë jam Ariu, shtëpia ime është këtu. Dola të shoh se kush është. Neve na dërgoi nëna që të mbledhin ca fruta mali. Juve asgjë nuk do t'ju bëjmë, as të vegjlit tuaj. Sa të mbledhim edhe pak fruta, ne do të kthehemi në shtëpi." "Mirë, atëherë vazhdoni të mbledhni sa më shpejt, sepse është rrezik t'ju zë nata. Këtu ka shumë kafshë të egra, pastaj prindërit do të shqetësohen për ju." Dielli po perëndonte dhe nata po afrohej. Të ruar rrugën dhe nuk dinin se si të ktheheshin në shtëpi. Ariu I dëgjoi të çorat e vajzave, shkoi pranë tyre dhe I pyeti se pse po qanin. "Ne nuk dim si të kthehemi në shtëpi, sepse është bërë shumë errësirë dhe kemi shumë frikë," I than vajzat Ariut. "Mos keni frikë, unë do t'ju dërgoj deri poshtë pyllit. Pastaj ju do ta keni më të lehtë për ta gjetur shtëpinë." Vajzat u gëzuan shumë dhe kur arritën poshtë pyllit, e falenderuan atë për ndihmë. Sapo I afruan shtëpisë, pan nënën e tyre që po I priste e shqetësuar tek dera. "Po ku mbetet deri tani?" I pyeti nëna. "U brengosa shumë për ju." Të 2 motrat ja treguan gjithë historinë se çfarë kishte ndodhur. Nëna I përqafoi fort të 2 vajzat dhe u tha atyre që më nuk duhet të vonohen sepse nata është e rrezikshme. "A mund të na falësh për sonën dhe të premtoj që nuk do e përsëris gabimin?" "Në rregull vajza, për sot ju kam falur, por herën tjetër nuk ju fal më." Vajzat përqafuan nënën dhe më asnjëherë nuk u vonuan. I tërë ky tregim me rrëfimin e tij të butë është botuar në librin 2 motrat, në të cilin shkrim secila shkronjë, fjali, mban aromën e fëmirisë dhe dashurisë në mes të motrave dhe familjes. Aurora Guri, në librin e saj të parë, ka rrëfyer të gjithë dashurinë dhe kujdesin ndaj motrës. Në narracionin e tregimit, Aurora pasqyron lojrat, bisedat, dëshirat, dashurinë që kanë ndaj njëra tjetrës dhe të dyja ndaj nënës së tyre, të cilat mund të cilësohen momente të vogla nga përditshmëria, por në fakt janë vetë bota e një njeriu pavarësisht moshës që mund të ketë. I gjithë rrëfimi I tregimit të librit 2 motrat fillon me përpjekjen e të dyja motrave që t'i ndihmojnë nënës për të përgatitur reçelin e frutave të malit. Mund të shihet si një detaj I vogël në syrin e të rriturve, por për të vegjlit është një ngjarje e madhe e cila pasqyron dashurinë e pastër. Kam vendosur
Mja dhënë titullin Dy motra për shkak se unë këtë tregim e kam shkruar në klasë, edhe për shkak se unë me motrën time kemi një marrëdhënie shumë të mirë. Edhe kam pas idenë me fillim që ta titulloj librin tim të parë Dy motrat. Në këtë libër bëhet fjalë për dy motrat, ato kanë një porosi nga nëna që të shkojnë edhe të marrin fruta mali, sepse nëna don që të bëjnë një reçel. Ato kur shkojnë në mal, humbin rrugën dhe bëhet errësirë. Gjithashtu takojnë Arion dhe friksohen shumë sepse siç e dimë edhe Ario është një kafshë e egër dhe çdo njeri që e takon friksohet nga ai. Por Ario i kishte thënë se ishte një kafshë e mirë, pra nuk ishte rrezikshme dhe nuk do t'i sulmonte. Ato u qetësuan pak dhe i zbriti poshtë malit dhe nga aty dy motrat të gjetën rrugën për në shtëpi ku pa nënën që po i priste tek dera dhe e cila ishte merakosur shumë për të. Mesazhi që sjell Aurora përmes librit të saj është i thellë dhe i çmuar për çdo fëmijë. Aurora i fton të gjithë fëmijët që të kujdesen për motrat dhe vëllezërit e tyre, të ruajnë dhe ushqejnë dashurinë ndaj prindërve. E më e rëndësishmja të dëgjojnë gjithmonë këshillat e prindërve. Ky libër sjell mesazhin që këshillat e prindërve gjithmonë duhet dëgjuar. Në tregimin e saj, Aurora ka sjell edhe figurën e një ariu në mënyrë stilistike, duke shndruar atë në një personazh që zgjon butësi dhe empati te lexuesit. Ariu në tregim nuk është vetëm një kafshë, e përshkruar sipas fantazisë së një fëmije, por është pasqyruar si një simbol i brendshëm i frikës, dëshirës e shpresës, që fëmijët shumë herë i imagjinojnë te personazhet e dashura të historive të tyre. Me këto elemente, Aurora i ka jep tregimit edhe më shumë thellësi, duke i mundësuar fëmijëve që të përjetojnë në mënyrë imagjinare historinë e dy motrave. Kam dëshirë me përdor Arion si simbol edhe me i tregu fëmijëve të cilët e lexojnë se jo çdo kafshë është e rrezikshme dhe jo çdo kafshë të bën dëm. Duhet t'i dëgjojmë këshillat e prindërve për shkak se ata janë gjithmonë saktë dhe kanë përvojë më të mirë se ne fëmijët. Librin Dy motrat, Aurora e botoi kur ishte vetëm në klasën e 3, i cili fakt e bën edhe më të veçantë këtë rrëfim dhe ngjarje të shtjelluar në librin e saj. Tani Aurora është nxënëse në klasën e 8, e cila përballë sfidave të mësimeve në shkollë, është gjithnjë e përkushtuar edhe në përgatitjen e librit të saj të dytë. Libri i parë i Aurorës tashmë është lexuar nga të gjitha shoqet dhe shokët e klasës, ku secili prej tyre dhan mendime rreth shkrimit dhe tregimit të lexuar Dy motra. Për të gjithë shoqërinë e Aurorës, leximi i librit nuk ishte vetëm kënaqësi, por edhe një përjetim i veçantë, pasi autori i atij libri është njëra nga nxënësit e klasës së tyre. Elina, Elioni, Nera dhe Enea tregojnë se përveç kënaqësisë së leximit kanë marrë edhe mesazhe shumë të rëndësishme për mënyrën e komunikimit me prindërit, për krijimin e raporteve të shëndosha brenda familjes dhe për rëndësinë e të qenit mirënjohës për dashurinë që marrin çdo ditë. Libri i Aurorës, domethënë ka pëlqyer për gjithçka që ka në to për secilin element, por pjesa që më ka pëlqyer më shumë edhe që më ka tërheq më shumë është që në këtë rast Aurora kafshën e egër, në këtë rast Arion, përgjithësi të librat e tjerë përdoret si kafshë e egër, domethënë që i frikson personazhe të tjera, edhe provon me i dëmtu, kurse në librin e Aurorës, në këtë rast, Ario i ka ndihmu vajzave që në rastin e parë mu qetësu, sepse kanë pas frikë, por edhe me gjetë rrugën drejt shtëpisë tyre. Më ka lënë përshtypje, ka përdorur shumë figura stilistike, ka treguar një ngjarje, edhe më pëlqejnë ngjarjet më shumë se lektyra tjera. Nga kjo lektyrë ka qenë se do të mësojmë nga gabimet dhe t'ia dëgjojmë fjalën prindërve, sepse ata kanë më shumë eksperiencë na dhe vetëm na duan të mirën. Aurora në përgjithësi normalisht është një vajzë e qetë, mendimet e saj i preferon t'i shënojë në letër dhe jo me gojë. Kjo lektyrë më ka pëlqyer shumë sepse çdo herë është përmendur
tematika e familjes e dashurisë ndaj motrave, duke qenë se është motra më e madhe, e ka vetë në libër përshkruhet përgjithësi që ajo ka, duke marrur përsipër përgjithësitë e motrës së vogël dhe të jetë ajo fajtore nëse ndodh diçka, por ka përshkruar edhe se Ario, edhe pse ne mund ta marrim ndihmën nga ai që nuk e presim. Edhe pse në duke të jashtme duket i frikshëm ose jo i duhur në atë fush, mvaret për shkak e brenda dhe jo si dukesh. Ky libër është i botuar nga shoqja ime, Aurora Guri, cilën e kam njohur nga fëmijëria. Mua ky libër më pëlqen shumë se shpreh jetën të saj personale dhe përdor personazhet reale, emrin e motrës së saj dhe emrin e vet, dhe ka një kuptim dhe një mesazh shumë të fortë. Mesazhi është që të gjithë të dëgjojmë prindërit sepse ata dinë më shumë se ne, sepse kanë qenë në fazat tona të jetës që ne jemi duke i përjetuar tani dhe na japin këshilla sa më shumë. Libri Aurorës është kthyer në një frymëzim të vërtet për shoqërinë e saj. Shumë prej tyre që deri dje kishin frikë të shkruanin, të shprehnin dëshirat e tyre, tani nga leximi i librit të Aurorës, tregojnë se ndihen më të guximshëm për t'i nxjerrë nga sirtarët shkrime të cilat edhe disa prej tyre shkruanin her pas here. Ata e shohin të shoqja e tyre shembullin e dikujt që ka guxuar të botojë një libër që në moshë të vogël, dhe kjo i shtyn të besojnë se dhe ata mund t'ja dalin. Nga e gjithë kjo, disa nga shoqëria e Aurorës, me talent në shkrim, deklaruan se do të marrin guximin edhe të botojnë. Në kam një pasion për shkrimin, por nuk e kam pas ndoshta kurrë atë vetbesimin e mjaftueshëm për me i publiku, por nuk është se nuk e kam mendu këtë pjesë prej momentit që kur e kam pa Aurorën duke e shpreh talentin e saj. Cili është zhanri që shkruani? Unë më shumë kam talent në për tregime dhe poezi. Duke marrur inspirim nga Aurora po ashtu, duke përshkruar eksperiencën time me vëllain tim të madh, evente që kemi kaluar, fëmijërinë tonë së bashku, por duke u rritur dhe duke pasur përgjegjësi të ndryshme, e kam pauzuar dhe nuk vazhdoj më. Në forma të tregimit apo çfarë zhanri ke? Të tregimit personale, rrëfim. Se nuk e publikuar? Nuk kam pasur besim në vete, aq sa duhet, nuk i kam treguar askujt përveç familjes. Do i lësh ashtu sirtar apo do ndryshosh mendjen? Ndoshta do të ndryshoj mendjen në të ardhmen, por tani për tani në sirtar. Kam provuar të shënoj, por kam ardhur në pikën ku e kam kuptuar që nuk është për mua, po sepse kam talente tjera, jo vetëm shkrimin, por për ata që dojnë të shënojmë, unë do i përkrah. Aurora përveç shkrimit ka pasion edhe leximin. Ajo kishte përzgjedhur 2 libra të cilët e kanë frymëzuar për të vazhduar me krijimin e librit të dytë. Për Aurorën, leximi është një dritare nga e cila sheh frymëzimin për një botë tjetër të re. Me leximin, gjithashtu ajo tregon se mëson stile të ndryshme të shkruarit. Më së shumti unë lexoj romane, ndonjëherë lexoj edhe poezi. Frymëzim kam marrë nga libri Parolla nga Hans Christian dhe Symësi nga Musli Kabashi, që është edhe libri i babait të kujdestarës. Kam marrë frymëzim edhe nga libra të tjerë që kam lexuar në klasë të parë e të dytë, që kanë qenë shumë parolla, si për shembull Hierushja, Barbara dhe të tjera, nga Keci Bardhash e shumë libra të tjerë. E kam marrë frymëzimin më së shumti nga libri Parolla, për shkak se këtu ka shumë parolla dhe nga kjo lindi ideja që ta shkruaj edhe unë një të timen dhe ta botoj. Leximi, sa më shumë që lexon, aq më shumë të pasurohet të mendja. Gjithmonë gjyshi ma ka dhënë një krahasim, sikur barku që ka nevojë për ushqim, edhe mendja jote ka nevojë për lexim, dhe këtë këshillën e marr gjithmonë, e marr si këshill që do të më ndihmojë edhe më tutje të shkruaj, sepse gjithmonë më kujtohet se çka bën leximi për mendjen tënde dhe imagjinatën tënde. Imagjinatën dhe frymëzimin në libra e gjejnë edhe fëmijët e tjerë të kësaj klase.
Secili prej tyre kishte përzgjedhur një libër për të rrëfyer para klasës, nga të cilat rrëfime, nga të cilat personazhe janë nxitur për të shkruar edhe vetë ata. Libri që domethënë pëlqen më shumë deri tash edhe e çmoj shumë është libri që e kam marrë vitin e kaluar dhurat nga kujtëstarja e klasës. Libri titullohet Si më sy nga Muslika Bashi, domethënë në atë libër e kam gjetë në shumë fusha veten, për shembull ka pas temat ndryshme që janë shtjelluar në atë libër, edhe e kam gjetë veten shumë në atë libër, për këtë arsye më pëlqen shumë. Libra që i lexojmë në knasi janë lektyra të cilat janë për shkollën fillore të cilin atë kryna. Çka të kam mbetur ndoshta tani për lektyrave në mendje? Në mendje më ka mbetur libri të cilin e ka botu shoqja në klasës Aurora Guri. Më shumë më pëlqejnë tregimet edhe romanet, më shumë tregimet personale, sepse më jep një pasqyrim të autorit, të fëmijërisë së tij dhe eventet që ka kaluar në jetë. E kam gjetur veten të një lektyrë specifike, Mateo the Gjyshi, sepse duke i lexuar vargjet e atij libri, më ka mbetur të kujtoj lidhjen time me gjyshin tim, që e dua shumë. E kam gjetur veten thjesht me aventurat e Mateo the Gjyshit të tij që i kam kaluar dhe unë. Unë kam lexuar shumë lektyra, romane, disa nga ato që më kanë pëlqyer më së shumti ka qenë Kalamajt e pallatit tim, Sy më sy, Nita, ka qenë edhe Shpilla e piratëve, po ashtu edhe Pralla e Aurorës, Dy motra. Pse është mirë me lexuar gjithë këto libra që arrin në njerëz pas tjetrës? Pse duhet lexojmë, pavarësisht moshës që kemi? Pavarësisht moshës, ne duhet të lexojmë sepse na vjen dije dhe sa më shumë që lexojmë, aq më shumë njohuri kemi. Kur shkruajmë për shembull, nëse kemi dëshirën që të shënojmë ndonjë përrallë apo ndonjë gjë, kemi më shumë gjëra për të shprehur. Shprehia e leximit dhe nxitja e talentit për të shkruar zhvillohet edhe më shumë në këtë klasë të 8, nga bashkëpunimi nxënës mësimdhënës. Ky bashkëpunim për fushën e gjuhëve është i theksuar në lëndën gjuhës shqipe dhe lëndën e gjuhës angleze, në shkollimin e mesëm të ulët, në shkollën fillore 7 Marsi në Suharek. Hello students, today we are going to talk about a different topic. We will talk about creative thinking and creative writing. So I'm going to write this as a title for today. I know that we do not talk about writing skill a lot, but today we will talk for a strong reason. We will talk because Aurora is in our class, and as we know, years before, exactly 5 years before, she has written a book about 2 sisters. And before we start discussing about her book, first of all, I would like to hear your opinions about this topic, creative thinking and creative writing. So, what comes to your mind when you hear this word creative? With the word creative or creativity, I understand when we use our imagination. Okay, yes. I think being creative means when you're able to imagine something and then create it and use it as an idea. Në njërën nga orët e gjuhës angleze, nxënësit e klasës së 8, në bashkëpunim me arsimtaren Festa Kabashi, zhvilluan procesin mësimor mbi mendimin dhe shkrimin kreativ. Në këtë njësi mësimore, secili nxënës kishte mundësi të mendonte thellë dhe të shkruante mendimet e veta, duke i ndarë ato me të tjerët. Realizimi i mësimit në këtë formë, përveç që i mëson fëmijët mbi mendimin e shkrimin sa më kreativ, ju krijon atyre edhe më shumë vetbesim. Bashkëpunimi ynë i gjithë stafit mësimor, duke përfshirë edhe drejtorinë, po ashtu edhe nxënësit, është bashkëpunim i frytshëm, është bashkëpunim i afërt, është bashkëpunim që sjell rezultate të vazhdueshme.
Nëse ndalemi të klasa që jemi prezent, unë jam kujdestare e kësaj klase, sa i përket talenteve që shprehin nxënësit e sidomos në fushën gjuhët dhe komunikimi, mandej qoftë tek gjuhët e huaja ose edhe në gjuhën amtare, mendoj se kemi një bashkëpunim të ngushtë edhe mes kolegëve të fushës së njëjtë, edhe konsideroj dhe besoj që nxënësit jo vetëm Aurora që është kryefjala e ditës së sotme, po në përgjithësi nxënësit e kanë ambientin edhe atmosferën e përshtatshme që të ndihen të lirshëm edhe komod, të shprehin shkaktësitë dhe talentin e tyre në të gjitha fushat gjuhësore e me theks të veçantë në shkaktësinë e shkrimit. Arsimtarja e gjuhës angleze Festa Kabashi vë në dukje se gjatë orëve mësimore të kësaj lënde, nxënësit janë të lirë të bashkëbisedojnë, të sugjerojnë dhe të marrin komente nga bashkëmoshatarët e tyre, në mënyrë që ky bashkëpunim t'i rrisë nxënësit duke mësuar të dëgjojnë, të respektojnë idetë, sugjerimet dhe kritikat e njëri tjetrit. Zakonisht mbinë në sy këto talentet që i hasi kur nxënësit kanë mundësi ta shprehin përmes të shkruarit, por kolegët nga gjuha shqipe normalisht që kanë mundësit më të madhe t'i shohin dhe t'i zbulojnë ato, sepse kur dikush shprehet në gjuhë amtare normalisht që edhe ka shprehje ma të mëdha, ma të bukura, ma të veçanta, edhe zakonisht edhe kur diskutojmë jashta procesit mësimor, mundohemi që me shkëmby informata dhe përvoja të ndryshme që ta kemi parasysh një eks nxënës sepse ka dhunti të veçantë në të shkruar të ndonjë tematike ose në të shkruar në përgjithësi, kështu që po mendoj që jemi mirë në këtë drejtim dhe porosia ime do të ishte që kushdo që e sheh veten që ka talent, le ta gjejnë atë guximin brenda vetes. Normalisht do t'i inkurajoja edhe familjarët që t'i mbështesin fëmijët e tyre, t'i përcjellin ata me një vëmendje të veçantë, të kesh talent, sidomos në këtë epokën e digitalizimit dhe rrjeteve sociale, është edhe më e rrallë edhe më e jashtëzakonshme se sa në kohët e mëparshme, dhe nxënësve do t'ju thoja që të mos hezitojnë, sepse ndoshta edhe një tregim shumë i thjeshtë, shumë i shkurtër, do të mund të bëjë një libër i madh dhe me famë. Bashkëpunimet e tilla sjellin edhe sukseset e nxënësit, duke bërë që të dalin në vendet e para në gara të ndryshme. Çmimet dhe mirënjohjet të cilat i marrin nxënësit janë edhe dëshmi e punës cilësore, që realizojnë mësimdhënësit e tyre me fëmijët. Në mesin e këtyre fëmijëve të vlerësuar për cilësi në mësime, është edhe Aurora Guri, autorja e librit Dy Motrat, e cila tashmë ka grumbulluar një numër të konsiderueshëm mirënjohjesh. Më kanë përkrah prindrit dhe mësuesja e ciklit Tollët Valbona Voci që dua ta falenderoj publikisht që kur nuk është dorëzuar në mua dhe sa kam pasur nevojë për ndihmën e saj, ajo ka qenë aty për mua dhe kur nuk është ndalur së besuari në mua. Ka marrë shumë mirënjohje nga klasa e parë deri në klasën e 4, ku mirënjohjen e parë e kam nga mësuesja ime Valbona Voci, për përfundimin me sukses të klasës së 3. Pastaj e kam mirënjohjen nga vetë drejtori i shkollës në klasë të 2 që e ka marrë për nxënësen më të suksesshme të vitit. Gjithashtu e kam edhe një mirënjohje tjetër, që është edhe kjo është e klasës së 2, që e ka marrë nga drejtori Ibrahim Elshani, drejtori i shkollës 7 Marsi, dhe e kam mirënjohjen e klasës së parë, kur vetëm sa kam hyrë dhe kam si një kujtim nga mësuesja ime. Për arritjet e Aurorës janë të jetë krenar edhe prindërit e saj. Nëna e Aurorës, Mimoza Guri, tregon se shumë për kushtim për mbështetjen që i ka dhënë dhe vazhdojnë t'ju japin fëmijëve të tyre në arritje sa më të kënaqshme në rezultatet mësimore dhe në sjellje shoqërore. Them të drejtën, unë si prind çdo herë i qëndroj afër dhe kam qëndruar qysh kur ka filluar Aurora të merret në shkrim, se Aurora ka filluar shumë e vogël të merret. Mirë po, këtë libër unë si prind ja dedikoj edhe mësuesit të Aurorës, Valbona Voci, që falenderoj publikisht për përkrahjen që ka pas ndaj Aurorës dhe
dhe e mbështetur dhe tani, sa herë që kemi nevojë për ndihmën e saj. Ajo ka qenë shtytësja e parë që ne të vazhdojmë ta votojmë këtë libër të Aurorës. Aurora këtë libër e ka shumë plas. Është lumturia e botës, prindi lumturohet kur fëmia i tij është në rrugën e drejtë. Është ndjenjë shumë e mirë. Ky libër përcjell një mesazh shumë të mirë që tani që ballafaqohemi me këtë kohën sot, që jo shumë po dëgjohet këshilla e mamit, e ky libër i Aurorës e thot që kush e dëgjon fjalën e mamit është e mirë e saj. Madje Mimoza përcjell një mesazh edhe për të gjithë prindërit e tjerë. Unë si prindi i Aurorës e bëj thirrje të gjithë prindërve që të motivojnë fëmijët e tyre, pavarësisht ku ata e gjejnë veten. Mos dorëzohen, vazhdojnë të ecin. Libri Dy motrat në çdo faqe përveç tregimit ka edhe nga një ilustrim me ngjyra që e shoqërojnë. Këto ilustrime bëjnë librin edhe më tërheqës për fëmijët, ku të veçlit zhvillojnë edhe më tutje imagjinatën e tyre për tregimin, secili sipas mënyrës së tyre. Libri Aurora Gurit, Dy motrat, i shkruar si një histori, është edhe një udhëtim vizual, i cili e pasuron edhe më shumë leximin dhe imagjinatën e lexuesit.